rritjen e mbështetjes reale, një rritje reale të mbështetjes për pensionistët, që faktikisht do të zënë pjesën kryesore në financimin e shtetit në këtë mandat katërt, ku mbështetja ekstra për pensionet do të shkojë në shifrën 1.7 miliard euro. 1.7 miliard euro, të cilat janë të ndara në 4 vite, janë të përcaktuara në buxhetin afatmesëm të qeverisë dhe janë qoftë për pjesën që do të na mundsoj realizimin e objektivit të shpallur lidhur me ku duam të çojmë pensionin mesatar në kategorinë e pensionit plot urban dhe pensionin minimal në kategorinë e pensionit rural. Dhe ky moment është një moment që faktikisht e përmbush atë që ka qenë ambicia jon kryesore, që rritja e vazhdueshme ekonomike, besoj e dëgjuat edhe qëndrimin më të freskët të Fondit Monetar Ndërkombëtar, që u shpreh me nota shumë pozitive për ekonominë dhe për ecurinë e ekonomisë shqiptare, të jetë një rritje e cila është gjithëpërfshirëse dhe prej cilës përfitojnë të gjithë. Dhe fakti që sot edhe pensionistët përfshihen në këtë ambicie dhe konkretisht do të prekin këtë rritje ekonomike të